Zgjidhje inovative për turizëm të qëndrueshëm ishte tema një workshopi të zhvilluar nga Fakulteti Ekonomik. Ky aktivitet kishte si synim të krijojë një hapësirë akademike dhe profesionale për të prezantuar çësje dhe zgjidhje inovative për turizëm të qëndrueshëm, duke angazhuar studentë dhe përfaqësues të industrisë turistike dhe politikbërjes. Ky është workshopi 5 që zhvillohet në lidhje me dhënë idesh dhe çësjesh inovative për zhvillimin e turizmit qëndrueshëm. Është fakt një workshop që tashmë Departamenti i Turizmit e ka konsoliduar si iniciativë dhe kërkojmë që të krijojmë një platformë themi diskutimesh dhe dhënjesh, ide, eksperienca, çësje inovative për zhvilluar turizmin në mënyrë qëndrueshme, pra duke kërkuar që të sjellë përfitime ekonomike ndërsa marrin përsipër përgjegjësi sociale dhe mjedisore. Në këtë workshop janë të përfshim studentët e turizmit të mastrit shkencor, të cilët kanë në drejtimin e pedagogëve kanë dhënë disa ide inovative për të bërë turizmin më të qëndrueshëm në vendin tonë. Personalisht kam zgjedhur një ide le të themi të suksesshme në rajonin e Shqipërisë për ta implementuar në një destinacion tjetër. Konkretisht kam marrë parkun Adventure të Dajtit, i cili mund të implementohet krejt mirë në Razëm. Kjo do ndihmonte Razëmin që të diversifikojnë ofertën e saj dhe normalisht do kishim të ardhurën më tepër, do ndikoshim në qëndrueshmëri, në pjesën sociale, ekonomike dhe normalisht edhe në pjesën kulturore. Atëherë patjetër që ne në momentin që bëjmë kërkime shkencore dhe studiojmë terrenin, kjo na ndihmon që ne të jemi më praktik. Pra nesër kur dalim në treg nuk është se na duhet vetëm teoria me letra, praktika, studimi i terrenit, kryerja këtyre gjërave shkencore, ne na ndihmon që nesër të afrohena me tregun. Dhe normalisht kuptojmë edhe konsumatorin më tepër. Për institucionet vendore, bashkëpunimi me universitetin është mjaft i rëndësishëm në kuadër të zhvillimit të turizmit. Organizimi i sotshëm për workshopin e propozimeve inovative për një turizëm të qëndrueshëm është me shumë vlerë për Bashkinë e Shkodrës. Ne jemi në hapa të vazhdueshëm për sa i përket projekteve dhe investimeve që po realizohen për të pasur një turizëm sa më të zhvilluar dhe po ashtu sa më të qëndrueshëm për territorin e Bashkisë Shkodër, por faktikisht edhe për gjithë qarkun. Kështu që janë të mirë pritëra këto bashkëpunime dhe se jo marrim pjesë me shumë interes. Pranë aktorëve të turizmit në këtë organizim kishte një rëndësi të veçantë në pasurimin e debatit shkencor dhe profesional, por edhe për zhvillimin e ideve të reja në këtë fushë. Nga studentët